Dhjetra banor të fshatit Fushmilot në Kurbin kanë dalë në protestë për mungesën e investimeve në zonën e tyre. Rruga që lidh këtë fshat me superstradën është amortizuar plotësisht, ndërkohë që sipas banorëve, fondet për asfaltimin e saj kanë ardhur, por janë shpërdoruar nga zyrtarët. Banorët kërcënojnë se do të bojkotojnë zgjedhjet e vitit të ardhshëm, nëse nuk do të ndërhyet në rrugën e fshatit të tyre. Kjo rrugë ka pas fond, edhe lekti e kanë marrë, atë që kanë nejmë krejt venit. Me letra është shtrume në Tiranë. Ata kanë shtrume. Kur kanale kanë boqit kanal, para ca ditësh, ka thonë bori huj, ku është ajo rruga me asfalt? Mos më prishër asfaltin, i ka thonë. Kam qenë vetë prezent atë. Bashkia, kryetari i bashkisë ka thonë për 2 vjetra shtrume. Kjo s'ka vënë dorë një herë as qoftë 100 lekë vjetra vetëm na si fshatarë që na shtrume lekët tona. Na do ta bojkotojmë zgjedhjet. Ne unë jam i PD-s për vetë, se mund të më njohin para kamerave ato. S'ka këtu 5C PD, na i fshati bashku duam rrugën, asnjë gjë tjetër. Na i kena makinat kot, kena kret kot, jena bëma për me ble karroca kual, sigurisht jena pas para 50 vjeç. Dyti bëjmë thirrje kryebashkiakut të Kurbinit, zotit Artur Bardhi, të vjerit interesohet të shtrojë rrugën sepse kjo është rrugë e domosdoshme për gjithë fshatarët, për gjithë ne. Janë 2000 banorë të Fushmilotit, të cilët për të hyrë dhe dalë nga zona e tyre, duhet të kalojnë nëpërmjet një rruge, e cila është shkatruar plotësisht. Banorët thonë se përmtimet për ndërhyrje nuk kanë munguar sa herë që ka patur zgjedhje, por që kanë rezultuar gënjeshtra.